Territori shqiptar për datën 22 mars 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë me vranësira të pjesshme në shumicën e territorit, ndërsa në disa zona do të ketë intervale të shkurtra me diell. Pasditja vijon me mot të qetë dhe vranësira të her pas hershme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 5 deri në 7 orë me diell. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:34 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 18:01 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 8 deri në 16 gradë Celsius, Kukës 2 deri në 12 gradë Celsius, Peshkopi 3 deri në 9 gradë Celsius, Tiranë 9 deri në 15 gradë Celsius, Durrës 7 deri në 15 gradë Celsius, Kavaj 6 deri në 14 gradë Celsius, Elbasan 8 deri në 15 gradë Celsius, Berat 6 deri në 15 gradë Celsius, Korç 1 deri në 9 gradë Celsius, Vlorë 10 deri në 14 gradë Celsius, Gjirokastër 6 deri në 13 gradë Celsius, Sarandë 8 deri në 16 gradë Celsius.